e din sulmet me cilat janë ballafaqu, krejt ato për me tregu që këta nuk janë që shpëkujtoni jo, këta janë halamat këqisena, veç juve ju kanë mashtru. Edhe që doli që nuk ka qashtu. Mimozi, kemi 10 minuta dhe kom shumë pyetje, po du më nalë të pjesa e parafundit për me këthy të çështja zgjedhjeve. Polemikat për buxhetin. Një pjesë e opozitës vazhdojnë të konsiderojnë që ka qenë antikushtetuese dhe andaj nuk kanë marrë pjesë në votimin e buxhetit dhe që ka pas mekanizmat të ndryshëm që mund bartët një pjesë e buxhetit për 3 muaj ushnashëm. A ka qenë antikushtetuese, analizor tentimi votimit buxhetit, argumentimi ty ka në ku vend i ri, qeveri e vjetër nuk shkon, sa ka qenë, si dikush që është pjesë tash prej kur ke qenë zëdhënës së qeverisë deri me tani ashtë mjetën më të gjatë politike mbrana institucioneve të Kosovës, a ka qenë lizore apo jo lizore tendencë ose thirrja ju si mazhorancë për votimin e buxhetit? Për te rrezikut të krizës me cilën pritet ballafacion në aspektin ekonomik. Na jemi deputet kuvendit edhe si tillë kemi përgjegjësi dhe përgjegjësia jonë shkon, domethënë është dinamike, nuk është përgjegjësi statike dhe nuk është vetëm në bazë të asaj se ata thonë, për shembull deklarata e opozitës deri tashme ka qenë kjo nuk është praktik. Po shumë gjana jashtë praktikes janë bo, ndoshta ka njëherë dhe për dëmë të vendit, domethënë do votime që janë bojnë gjysë natës ose që janë kry me ndryshime kushtetuese, me votime leximtare, lexim dyte, ndryshime kushtetuese, krejt janë kry brenda një nate, për shembull për gjykatën speciale. Për të njëjtit, a ka qenë në rregull. E kjo ka qenë domosdoshmëri. Në rrethanat më të mira do duhet ishte një qeveri e re, një buxhet i miratum, një diskutim publik, një shqyrtim lexim parë dhe shqyrtim lexim dytë. Megjithatë, ne këto nuk e kemi zgjedhë, ka zgjedhë dikush tjetër, na kanë zgjedhë qytetarët e Republikës, na kanë jep këta numra. Na nuk kemi arrit me i përkthy, thjesht. Kjo është ajo mangësia jonë, nuk kemi arrit me i përkthy në një qeveri të re. Prandaj në situatën aktuale ku edhe ligji i buxhetit e parashe, edhe ligji për qeverin nuk e ndalon, se ky ishte debati kryesor midis deputetit të legjislaturës 9 të PDK-s për parim Grudës, se tash ka mu bo legjislatura 10, nuk e di kush ka me ardhë edhe kush bo deputet e jo, dhe ministrit në detyre Kurran Murati, apo diskutimi në ditë kur ishte në votim. Votim, buxheti. Në kapacitetin e deputetit ka qenë ministrin detyr për legjislaturën e 9. Diskutimi midis ballafaqimi për çështje a ka as ka të drejtë. Sikur të kishim pas zgjidhje tjera më të mira, me siguri, më të sigurta do duhet të aplikoshim. Por në situatën aktuale, dhe nuk ka qenë interesi qeverisë, se qeveria në detyre vazhdon, nuk janë bajke votimi buxhetit qeverin në detyre, nuk janë gjastë mandatin. Po ndihmojke që me u heq anksioziteti i qytetarëve të Republikës, i institucioneve. Po tash kjo pyetje për ta, se ata kishin dërgu bilet paktin për DK-ja dërgojnë një përfaqësues për me dhënë arsyetime, le DK-ja se pat kërkon, do AK-ja se pat kërkon. Domethënë, do duaj të kishim ata tash në formën edhe mënyrën si e bënin. Për mu është pak më shokuese se veç buxheti, se prapë e ka mundësinë është mos votimi i zgjatjeve buxhetore, e cila e mundson, domethënë ndarjen e 1/12 secilin muaj prej buxhetit vitit 2025 për vitin 2026, se edhe këto e ka propozuar presidentja. Domethënë me buxhetin e vitit 2025 që ka pas shqyrtim të rregullt në fund të vitit 2024, po nuk e kam pranuar as këto. Do thotë, është elementi që na e kemi në dorë. Nëse kemi pas diçka në dorë atë ditë, na gjithë deputet të Kuvendit të Republikës, pa përjashtim, e kemi pas mundësinë ja kursy Kosovës 200 milion euro, mos mi humb prej marrëveshjeve ndërkombëtare, asistencë drejt për drejt buxhetore, përfshi planin e rritjes 10% 188 milion, e gjithashtu edhe ndarjet buxhetore, e cila kish heq sadopak ngarkesën e institucioneve mbi menaxhimin financiar për janarit vitit 2026. Po shkojmë drejt zgjedhjeve. Jam syni si koalicion zgjedhjeve, sikur disa zgjedhje të normale, të jashtëzakonshme, po them normale, sikur sazat e kalume, apo ky 6 muajsh, 7 muajsh ka pa pozicionin se cili subjekt politik edhe mundësinë që mundet me ndodh masim e zgjedhjeve. Garoni për 500.000 vota, 50 deputet, 51 deputet, apo gjithçka ose krejt ose hiç, apo do të jetë një garë s'muj me thoni thjesht, për derisa i patëm 7 muaj ditë, si pasoj një blokade e një pozicioni çfarë është, po shkojnë prapë për drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. S'po du me nxirr tituj, si pi politikanëve që trajtojnë këtë pjesë, por peshtrej si pyetje. Ne, domethënë krito se heq nuk është, se kjo nuk është çështje e bastit, për arsye se kemi me marrë çat sana takon e çat sana besojnë. Jam e bindun që kemi me pas rritje, kur e them këtë nuk po e them prej dëshires, po e thëmë prej realitetit në kuptimin e asaj që ka u prodhu, që kanë qenë disa momente për cilat jemi akuzu pa drejtësisht që nuk pëlqojmë nuk po bëjmë kompromis, e vetme që kam propozu ndryshime
ose kompromise, ka qenë grupimi parlamentar i drejtuar nga lëvizjeve të vendosje me përbërje partisë edhe Guxha dhe alternative në aty, prej ndryshimit të kandidatëve gjithsesht të nominuarve për kryetar kuvendi, tek ndryshimi i kandidatit gjithsesht të nominuarit për kryeministër të vendit, tek ofrimi i mundësive të ndryshme të votimit, votimi hapur, votimi mbyllur e kështu me radhë, përderisa prej anës tjetër kemi pa vetëm rezistencë, edhe natyrisht 3 herë radhazi dërgim të landëve në gjykatën kushtetuese. Me dashje ose pa dashje, në këtë proces 8 mujor, jo të lehtë, gjykata kushtetuese ka qenë pjesë e vendimarrjes politike, çka nuk do duhej të ndodhte, megjithatë ndodhi për shkak se e sollën, dhe ajo pastaj i përcaktoi disa dinamika, dhe tash mbetet prej gjithë neve me tregu se sa seriozisht po e marrim obligimin që na japin qytetarët. A mund ta përcaktojmë rezultatin e 2021-s? Do të mundohemi maksimalisht, nuk është e lehtë, unë jam e bindur për edhe e vetëdijshme për sfidat, është dimër, është fundi i vitit, është periudha e cila qytetarëve, domethënë pas krejt vitit me procese zgjedhore, kam ju ardhur prapë me një proces zgjedhor. Unë e kuptoj edhe indinjatën e atyre që sot deklarojnë që nuk dojnë me dalë në zgjedhje, por i apeloj që me dalë në zgjedhje nuk po flas për orientimin e votës, po flas për pjesëmarrjen në një proces i cili është esencial për demokracinë. Këto që na ka ndodhur neve këtë vit në Kosovë janë dhimbjet e rritjes së demokracisë, growing pains, i thojnë Amerikanët, është shprehje në cilën ne... Beson të vlerat e demokracisë jo të inati ballkanik? Edhe akmarret politike dhe kleshkat të strategjive politike ta bojmë ma bon, ta blokoj, s'ta blokoj? Megjithatë, ne kemi tregu disa herë radhazi, si shtet i ri, që e kemi një farë agiliteti ose një farë dinamike interesante edhe vetë dije tepër të mrehtë të qytetarëve të Republikës, po flas, jo të klasës politike në përgjithësi, po të qytetarëve për me i dallu momentet edhe për me vepru sipas rëndësisë së momentit. Edhe jam e bindur që për ne që ka shumë e rëndësishme në këtë fushat, e para, me rujt, domethënë, integritetin e procesit, me apelu të gjithë që fati i vendit mvaret tek vota e qytetarëve, e gjithashtu edhe me tregu orientim të qartë përpara. Domethënë orientim, kuptimin e vlerave, vizionit, edhe linjës prapa të shumë problemeve të cilat kanë sjellë vendin. Kauzat edhe pse nuk ka një koalicion të qartë, domethënë zyrtar brenda opozitës, nëse marrim deklaratat e tyre, secili prej tyre aludohet se do të më dhanë stop populizmit, që aludon në koalicioni ju, do të më thonë stop atyre që na kanë shtin listën e zezë, as do të më thonë stop ata të cilët i kanë prek marrëdhëniet. Listën e zezë të kujt? Në listën e zezë të BE-s së aksioneve, këta pisujnë listë të zezë së aksioneve. E stop atyre që na kanë prish raportet më mirë. Veç pak, më fal, ç'të po të ndali veç pak. Te lista zezë e BE-s. E kemi pas zyrtarin e Bashkimit Evropian që erdhi në Kosovë, edhe na mbledhi drejtues të grupeve parlamentare këtu në zyrën e Bashkimit Evropian për me na apelu tek ne, ty na lut për me votu planin e rritjes. Edhe çka i thanë përfaqësues të partive të deri tashmë opozitore, kjo ishte para se mu shpërnda kuvendi, domethënë një javë përpara. Kjo është ekskluzive, Elvir. Po, i thanë